Përshëndetje, miq. Sot është një temë në lidhje me hënën e re në Dash, e cila është në 17 prill, dhe në këtë rast do të flas se si ju të veproni me zonën me numër 1 të Dashit dhe me energjinë e Dashit. Pra do të ndaj në 2 pjesë. Në fillim për zonën dhe në pjesën e dytë disa shenja si ndikon energjia e Dashit tek ne. Ndërkohë të kuptojmë që kjo hënë e re e para e këtij viti është që na fton ne që të gjithëve të fillojmë të vazhdojmë të ecim përpara, të fillojmë të ndërmarrim veprime mjaft më ndërruar, të lëmë zonën e ratis, sikurse dhe të vazhdojmë të ndjekim sikurse të vazhdojmë të ndjekim edhe të eksplorojmë rrugë të reja për të vazhduar drejtimin e vërtetësisë së jetës tonë, të pasionit tonë. Por, nga ana tjetër, është dhe thirrja e afatit kohor të këtij shekulli 21 të evolucionit digital, për të cilën është një epokë që na thërret që të gjithëve që ne nuk jemi viktim të jetës. Jeta është një mrekulli dhe me që jeni duke dëgjuar këto video, dua të dërgoj mesazhin që nëse ju jeni gati, nëse ju zgjidhni të vazhdoni të realizoni pasionin tuaj, ëndrat tuaj, dëshirat tuaja për të jetuar këtë jetë me vërtetësi, është dhe viti universal, pra 2026, që me pasion do të na ndihmojë që të gjithëve në qoftë se ne jemi gati, dhe për një pjesë sigurisht ju që ndiqni këto video ju jeni gati, është që ne do të arrim në vlerën tonë, në misionin tonë, dhe mbi të gjithë, që të gjithë ju, a jeni duke ndjerë këtë jehon, apo ju nxit sado pak për të lidhur me thirrjen që të ulemi me veten tonë dhe të vazhdojmë përpara, duke ndjekur shpirtin tonë që na do më shumë se askush. Dhe kjo, sido që të jeni, kur ju vazhdoni hap pas hapi, do t'ju lidhi dhe do t'ju kthej fuqinë tuaj, dhe ndoshta i ndjeni, por do të vazhdoj me radhë me shenjat, ashtu sikurse duke dashur veten tuaj, ju jeni në gjendje të jepni dashuri pa kushte, por sepse e ndjeni edhe në ndihmë të tjerëve. Pra kjo është thirrja që ne nuk jemi viktim të jetës dhe ndërkohë të lidhemi me veten tonë për të realizuar ëndrat tona. Një shënim që do t'ju dërgoj që të gjithëve, nëse jeni akoma të lidhur nga diçka që nuk dëshironi, atëre ju lutem, fokusoni dhe zhvendoseni veten nga kjo mos dëshirë. Pra nuk keni pse rini të varur me gjërat që ju shqetësojnë, ju sjellin probleme, dhe në këtë rast është ftesa të zhvendosni fokusin nga kjo mos dëshire juaja, e cila do të zbulohet në veten tuaj, sepse asgjë në këtë jetë nuk ndodh pa shkak. Nëse ju ndjeni të lënduar, do të thotë që ka akoma për tu trajtuar, sepse e ndjeni, do të thotë do të lidheni në brendësi me veten tuaj. Ajo që do të filloj të kuptoni që Dashi thotë si shenjë e parë, unë jam, përfaqëson mundësinë për të gjithë ne për krijimtari
dhe për të zbuluar talentet tona si fëmijë që janë në zorët e barkut, se këtu ruhet e kaluara jonë, eksperienca jetës tonë. Le të fillojmë me shenjën, pra zonën e cila është imazhi jonë. Ka të bëjë me atë që të gjithë flitet për imazhin tonë dhe si ne bota na shikon ne. Është për të gjithë ju për mundësi të ndryshme në lidhje me rritjen tuaj, në lidhje me imazhin tuaj, si ju shikon dikush apo dhe bota. Ndërkohë që të gjithë është që dëshironi të arrini në ëndra dhe dëshirat tuaja me kurajo, me guxim, dhe për kjo do të arrihet duke vazhduar në këtë fillim të ri, duke hedhur farën për një imazh akoma më të mirë të vetes tuaj. Dhe kjo duke u lidhur me veten tonë në brendësi. Ndërkohë është që të gjithë imagjinoni si e dëshironi veten tuaj, si e ndërroni veten tuaj. Ajo që kërkohet dhe që duhet të mbani mend është që duke qenë se është fillimi i ciklit të ri në këtë shenjtë, e cila do të vazhdojë për 12 mujor, sepse do të kalojmë çdo shenjë të hënave të reja, është nëse jeni gati, filloni të vazhdoni dhe të jitni parën për atë që ju dëshironi, ndërroni me qëllim që të fillojë veprimi. Dhe dashi është impulsiv, është për veprim se udhëheq nga planeti Marsit. Dhe në këtë kohë edhe Marsi para 2 ditësh ka hyrë në shenjën e dashit. Është udhëheqës si dashit, por erdhi edhe në shenjën e dashit sepse ishte në shenjën e peshqve. Sikurse, siç e dini, është një dikim i fuqishëm sepse është planeti Saturnit dhe i Neptunit, po ashtu që janë në shenjën e dashit, dhe Saturni është për karmën, për bollokun, sipas asaj që ju jeni, ndërkohë Neptun na ndihmon të lidhemi akoma me shpirtin tonë. Pra të krijohet një harmoni midis 2 energjive, pra energjia, ekuilibri, energjisë, magjisë së pastër, të gjithçkaje, në këtë rast të qenies tonë njerëzore, me një mendje të qartë dhe me një shpirt në paqe. Mesazhi në nësën është që të gjithë e dini që si janë atë reja që ne edhim farë, dhe atë farë që dhe edhim bas 6 muajsh ne do të marrim korjet, pra atë që mbjellim dhe do të korrim. Dhe në këtë rast bas 6 muajsh bjen hëna e plot në dash, pra çfarë do të thotë është që të gjithë të kuptoni që na sjell emocione, dhe këto emocione ndikojnë, dhe sidomos duke qenë se është tema e imazhit tonë, ndikojnë në ndryshimin e vetes tonë. Këto do të sjellin përmirësimin e vetes tonë, këto do të sjellin veçzhvillimin e vetes tonë. Kjo do të sjellë akoma dhe një imazh për të kuptuar të vërtetën e vetes tonë, dhe ndërkohë edhe ndoshta i ndjeni që jeni të vetkënaqur. Pra e gjitha është të arrini të lejoni veten të realizoni ëndrat dhe dëshirat tuaja dhe kushtojini vëmendje vetes tuaj. Shënim, dikush mund të thotë, por unë po t'i kushtoj vetes më tepër vëmendje, duke si diçka si përfaqësore. Në asnjë mënyrë kjo hënë e re e fillimit në shenjën e dashit dhe në si zona, si energjia e dashit na ftone që të gjithë që të jemi krenar me pamjen tonë, ashtu si ne jemi dashuri, ne jemi komplet, ne jemi të mrekullueshëm. Pra ne të jemi krenar me veten tonë. Ndërkohë është që të jemi të vetëdijshëm për ato çfarë na sjell hëna e re, jo vetëm në këtë shenjë të dashit, por në çdo hënë që ne do të kalojmë me qëllim që të arrim në të vërtetën kush ne jemi, dhe kjo është dashje ka, unë jam. Pra pyetja është kush ju jeni në të vërtetë,
Ndërkohë që të dyja këto, si krenaria me veten tonë, të jemi krenar ashtu si ne jemi komplet, ne jemi shpirta të mrekullueshëm dhe ndërkohë të vetëdjesojmë sepse shpirti kërkon rritje, zhvillim dhe të ecim hap pas hapi ku shpirti na drejtojnë, janë çelësat kryesore të suksesit për të arritur kush ne jemi. Ndërkohë mesazhin e nësën, vishuni si ju doni, ju nuk keni pse ndiqni çfarë ju ndiqni, ju të ndiqni atë që ju bën mirë ju, atë që ju bën me të vërtetë të ndjeni mirë, të jemi duke qenë se jemi në kohën e pastinës së pranverës të frymëzimit, ju e shikoni edhe në natyrë, është në lulëzim, është kudo po lulëzojnë. Po kështu edhe ne dhe brenda vetes tonë, sepse dhe ne jemi të lidhur, jemi të ndërlidhur, çfarë gjëra qoftë në garderob, qoftë në lidhje me shtëpinë tuaj, gjëra që nuk i keni përdorur dhe nuk i shërbejnë më, ose pra i falini në bamirësi, ose dëshironi që të gjithë jeni unik, përdorni imazhin tuaj në lidhje me grimin, ndoshta e hiqni grimin e vjetër, pra në lidhje me make-upin, ose prisni flokët, pra bëni diçka, si thua imazhi juaj, vetes tuaj, i kushtoni rëndësi vetes tuaj, sepse është dhe kjo shenjë me numrin 1. Ju jeni udhëheqës i jetës tuaj. Ndërkohë është që të pranoni veten, që të njiheni në këtë botë, ne jetojmë si prezantohesh në këtë botë, dhe të jemi të ftuar që të gjithë, që të jemi të vëmendshëm për të gjithë që të fillojmë të veprojmë në lidhje me projektet tona, që i ndjeni, që vijnë nga brendësia e shpirtit tuaj, dhe gjithsesi është muaj me të vërtetë që të lidhemi me veten tonë, dhe sa më shumë ne lidhemi me veten tonë, aq më shumë ne arrim në vetbesimin, në fuqinë tonë, dhe mbi të gjitha të kuptoni që në nahën energjia e dashurisë si impulsiv, si dashi është që ajo që i nevojitet do ta ndjeki, pavarësisht se është impulsiv, e bën me shpejtësi, edhe ju ndiqeni, pra e keni këtë mundësi, ju mbështeteni. Si të veproni, është që të gjithë është mantra që duhet përdorni. Unë e lejoj veten time të zhvillohem dhe të ndryshoj. Pra jeni ju, dhe kjo është mantër, nëse ju jeni gati, unë e lejoj veten time të zhvillohem dhe të ndryshoj. Ndërkohë ritual, shikoni veten tuaj në pasqyrë. Jeni të kënaqur me veten tuaj, me shpirtin tuaj që do më shumë, jepini një peshë të djana po ja u dërgon se e meritoni. Buzëqeshni se e meritoni, dhe ndërkohë tuaj me zë të lartë vetes. Unë ju dua ju. Pra përdore këtë mrekulli. Ndërkohë çfarë të bëni, që të gjithë është që bëni surprizë familjes tuaj, miqve tuaj çfarë keni me veten tuaj të re. Ndoshta për një pjesë nga ju është që keni arritur në veten tuaj, e doni veten tuaj, dhe nëse ju jeni në lidhje, jo vetëm që mbani veten tuaj, por çfarë jeni duke bërë për partnerin tuaj. Ndoshta jeni të rinj, jeni në lidhje, ose doni të lidhjeni, universi ju ndihmon, pra ju sjell njerëz që ju rezervoni, dhe në këtë rast nëse jeni që keni pas një lidhje, ndoshta dhe martoheni, sigurisht nuk e kam fjalën për martesë tradicionale, do të thotë që boll që ndihet lidhja zemër me zemër, dhe kjo është një mrekulli për të jetuar jetën, se jeta është e shkurtër për të vuajtur nëse ju do të qëndroni me lëndime. Pra ka dhe një mënyrë, nuk bëhet fjalë që ju do të lini marrëdhënien, bëhet fjalë që ju të lidheni me veten tuaj për të liruar lëndimet që janë në zorët tona të barkut, dhe në këtë rast kjo është unia, pra si jeti në të vërtet, nëse je lënduar, do të thotë që ke lëndime, nëse je optimiste, je dhe sigurt në këtë jetë, je ti në fuqinë tënde, në vlerën tënde, sigurisht të ke arritur bukurinë e jetës,
dhe gjërat ju vinë në lehtësi, ndërkohë të kujdesuni për trupin tuaj fizik në lidhje me lëvizje, ndoshta keni mundësi mund të ndiqni në kurse, yoga apo dans, prapti që ju keni talent, piktur, shkrim, tjera, ju lidheni me atë që rezoroni në lidhje me mësimet tuaja, pra jepini trupit tuaj fizik, po ashtu edhe me ushqimin, pra për të vazhduar në imazhin tuaj, edhe në lidhje me trupin tuaj fizik. Ndoshta kërkoni të zhvendoseni nga vendi që ju jeni, pra ju hapen dyert, të shkoni në vend të ri, fillim të ri, sepse është cikli i fillimit të ri dhe që të gjithë të filloni të përdorni me të vërtet atë që ju kënaq ju dhe që është imazhi juaj, vetja juaj unike. Mëso që duke qenë në prezencë me veten tënde, ndoshta i kërkojnë dikujt, e pyet dikë si dukesh, megjithatë sido që të jeni, ju do të qëndroni vetja juaj. Ndërkohë do të përdorni 3 afirmime, mbajini shënim dhe gjatë gjithë muajit, edhe në mëngjes, edhe kur në mbrëmje para se të flini, në mëngjes sigurisht që shpirti ju zgjon, qofse ju ndiqni shpirtin, pa lindur dielli, gjithsesi dilni, shifeni rrezet e diellit në lindje të tij, keni shtëpitë janë të ndërtuar edhe në anën lindore, ashtu sikurse edhe qop në perëndim, qop në balkonin tuaj, s'ka problem, qelli shifet, është aty, edhe gjatë natës dhe përdorni këto 3 mantra. Sigurisht ju keni dhe të tuajat e para. Sot është dita ime e parë më e rëndësishme e fillimit të jetës tjetër. E dyta, unë jam krenare me imazhin tim, dhe e treta, unë jam e guximshme. Ndërkohë, shenjë tjetër është që ne kemi, është numri 1, zona me numri 1, dhe në këtë rast në energjinë e numerologjisë përfaqëson me të vërtet veten tonë dhe në këtë rast në lidhje me mendjen, në lidhje me ndjeshmërinë, në lidhje me veprimet për atë që ka lidhje me veten tonë. Që të gjithë ne kemi ëndra, që të gjithë ne kemi aspirata, që të gjithë ne kemi qëllim në jetën tonë. Atëre, kjo energji me numrin 1 dhe që është dhe viti universal, pra që vdiqet nga dielli, është dhënësi jetës tonë, është jeta gjatë ditës, është atëre, që të gjithë përqëndroni, vedijesoni dhe për atë që jeni në këtë moment, në këtë anë, që është në 17 prill dhe do të vazhdoj për 1 muaj, që jeni në fillimin e ciklit të ri, që do të vazhdoj, si do të jitni farën tani për atë që dëshironi, qëllimin tuaj apo ëndrat tuaja, do të vazhdoj për 6 muaj vjen në aj plot, pra do të arrini të korni atë që keni mbjell, por ndërkohë edhe gjatë gjithë viti deri në 12 shenjat. Mësoni që të gjithë jemi të ftuar të harrojmë të kaluarën, nuk kemi pse i gjykojmë, nuk kemi pse i kritikojmë, sigurisht nëse keni arritur në mrekullinë, ju e kuptoni që gjithçka që ne ishim kaluam është që ishim të lënduar, por dhe për ju sido që të jeni të kuptoni një gjë. Është vonë për ne që të rikthehemi dhe një herë si ishim, kjo nuk bëhet më, sepse nuk bëhet. Kështu jemi, kështu është misioni i shpirtit, fëmijë dhe do të vazhdojmë të rritemi. Pra kaluam atë pyberin, pra puber, adoleshencë, u rritëm dhe tani për një pjesë edhe në pleqëri e tjera, pra kështu është jeta, lindim dhe do të shkojmë, do të vdesim. Dhe në këtë rast bëhet fjalë që të filloni tani, kudo që t'jeni të përqëndrojni në atë që shpirti juaj dëshiron, në çdo aspekt të jetës, as sëmundja, është marrëdhënia, është puna, është financa, është karriera, është shëndeti juaj, çfarëdo lloj që vjeni, filloni tani duke u përqendruar hap pas hapi, pra me atë që ju dëshironi ëndrroni dhe shpirti juaj që ju do më shumë do t'ju çojë në të ardhmen.
pra jini të hapur në këtë univers dhe në këtë energji të Jehonës që ka dhe një mënyrë tjetër të jetës, nëse ju jeni gati. Sigurisht ju që jeni në këto video, ju jeni gati. Tani, çfarë ndodh? Ne jetojmë në dimension të tretë. Dimensioni i tretë është toka ku ne jetojmë. Në këtë tokë është që ne kemi lidhje, jemi të ndërlidhur, kështu është krijuar nga plot fuqia rinore, gjithçka ekziston dhe ka bollok për të gjithë. Është dimensioni i parë, është çdo qenie jo e gjallë, nën tokë dhe mbi tokë, jo e gjallë, për shembull, pemët, uji, dete, çfarë shikoni e tjera, male e tjera, por dhe nën tokë, sepse aty janë rrënjët e bukurisë, e mençurisë, e informacionit, të zhvillimit, të gjithçkaje, pra historikisht e deri më sot, ashtu sikurse është dhe eksperienca e jetës tonë, sepse këtu është jeta në këtë tokë. Gjithsesi të kuptoni që kjo energji në dimensionin e tretë, pra dimensioni i dytë është që janë kafshët, pra qenet e gjalla, dhe në këtë rast kafshët, shpendët, çfarë shikoni në lidhje me to, dhe dimensioni i tretë jemi ne si qenie njerëzore. Ne jemi në një nivel më të lartë, ne kemi energjinë, sepse kemi lidhje, si me dimensionin më parë, me çdo gjë që ekziston. Pa ujë nuk ka jetë. Pra mora këtë shembull. Pemët na duhen sepse na japin ajrin e pastër. Pra mora këtë shembull, çdo gjë ka lidhje. Kemi ditën, kemi natën. Na duhet dita sepse do të vazhdojmë të jetojmë, na duhet nata të rikuperojmë, të rikthejmë energjinë që harxuam gjatë ditës. Pra nëna hënë, dielli përfaqëson ditën, nëna hënë përfaqëson shpirtin tonë. Pra jemi të lidhur. Në këtë rast, edhe me shpendët, kafshët e të tjera, çfarë ndodh? Ne jemi tani në dimensionin e tretë, për të cilën ne kemi energji një lloj si me dimensionin e parë, me të dytë, dhe jemi të ndërlidhur, por edhe me veten tonë, si qenie njerëzore, ne jemi një njerëzim, kudo në çdo cep të botës që të jemi. Ne jemi të njëjtë, kështu na ka krijuar krijesa, njësoj që të gjithë vetëm me një përjashtim, që të gjithë jemi me data të ndryshme, që të gjithë jemi pra me mision dhe me drejtim që e kemi të krijuar, që në brendësi në barkun e nënës që na ka mbajtur 9 muaj, dhe kur u mishërua në këtë tokë që erdhëm në varësi të diellit, të hënës dhe të planeteve, pra jemi të lidhur si me qiellin, si me tokën, dhe në këtë rast është, dhe t'ja u tregoj, shakra në dimensionin e tretë, pra si ne si qenie njerëzore, ka të bëj me shqipni këtë, kjo është e treta portokalli, ngjyrë e verdhë, më falni, kjo është shakra e tretë, e cila është plexus, quhet në gjuhën shpirtërore shakra plexus, dhe në këtë rast përfaqëson lirin ton, përfaqëson sovranitetin ton, identitetin ton, fuqin ton, si ne paraqitemi në këtë botë, dhe kjo është imazhi jon, dhe pse është numri 1. Mësoni që të gjithë ne kemi ardhur në këtë tokë me një mision dhe një me drejtim, dhe në këtë rast që në këtë hënë të re, kjo kërkon në këtë zonë me numër 1, kush ne jemi. Ndërkohë është që të gjithë duke qenë se, unë do t'ju tregoj lidhjen. Këto të treja, pra e kuqja, e portokallia dhe e verdha, pra janë 3 shakrat e ulta që jemi në dimensionin e tretë, është kur ne, dhe kjo është shenja dashit, është që ka lidhje me identitetin ton, me fëmirin ton. Kur ne kemi të liruar, pra këtë shenjën portokalli, shakrën sakrale të emocioneve dhe të seksuale, pra jemi të lirë, e kemi liruar fëmin ton, dhe në kombinimin që na dërgon, sepse zemra jon hapet, se kjo është procesi i shpirtit, na ngre me rrë nga poshtë lart, dhe ne vazhdojmë pas hapi, çfarë ndodh? Është që ne arrim, pra duke liruar çdo gjë me fëmirin ton të brendshëm, duke liruar edhe duke hapur dhe zemrën, kombinimi këtyre 2 ngjyrave i jep ngjyrën e verdhë, që do të thotë ku kjo është në fuqi, pra jemi në fuqin ton,
është që ne, çfarë ndodh, ne do të arrim, pra jemi në dimensionin e tretë, se këtu po vazhdojmë, do të arrim, do të lidhemi me yllin pra kjo e madhja, me yllin e shpirtit që është për te kurorës tonë, mbi kurorën tonë, pra mbi 7 chakrat, pra është 12-18 inç mbi kokën tonë, gjithsesi. Kjo vetëm atyre kur ne jemi në fuqin tonë, ne jemi në vlerën tonë, ne jemi duke ju përgjigjur misionit dhe drejtimit të jetës tonë, për të ndihmuar në evolucionin e qenies njerëzore, edhe në këtë rast, jemi të lidhur dhe drejt për drejt me fuqin hyjnore, duke i shërbyer Zotit të Madh, univers të bollshëm, që ka dhe një mënyrë tjetër të jetës. Dhe kjo është të gjithë ju në këtë kohë që jeni në dimensionin e tretë, pyeteni zemrën tuaj për atë që ju ndjek dhe kërkon dhe çfarë kërkoni të manifestoni për të vazhduar, për ta hedhur farën tani që të gjithë jeni unik, dhe kjo është ta imagjinoni si që tregova, chakra pra me ngjyrë të verdhë, imagjinoni si një top kur e meditoni që rrotullohet në trupin tuaj, zgjerohet, dhe ndërkohë duke vazhduar vetëdijësimi shpirtëror, sepse shpirti kërkon rritje, zhvillim, është me të vërtetë që ju do të arrini në këtë fuqi, dhe kjo është kur ju jeni në fuqin tuaj, kur ju e dini se kush është qëllimi i jetës tuaj dhe ju vazhdoni me të hap pas hapi, është ju bën që të arrini pra në identitetin tuaj të vërtet kush ju jeni, në sovranitetin tuaj, në lirin tuaj, dhe kjo është ju rriteni në dimensionin e 5. Por në qoftë se ju jeni rritur, si do që të jeni, çfarë do bëjnë në dimensionin e 5, ju jeni të lidhur, dhe ja të vazhdoj këtu, ju jeni të lidhur me yllin e tokës. Që do të thotë, kjo ka të bëjë me këtë, që të gjithë jeni, ylli tokës mban është me ngjyrë të bardhë dhe të zezë, ose portokalli, ose me ngjyrë të kuqe, e kafe herët e tjera, gjithsesi që të gjithë jeni unik, që të gjithë si imagjinoni ose si jeni të lidhur me në natyrë tjerë, që të gjithë jeni unik, mësoni që kjo është që mban informacionin e kjo në tokën më, këtu është jeta, këtu jemi, që të gjithë kemi të kaluar në tonë, eksperiencën e jetës tonë, dhe këtu ruhet çdo lloj informacioni, pra nën këmbët tona, dhe e shikoni që kjo lidhje me yllin e qellit dhe me yllin e tokës ka lidhje, sepse ju e shikoni, ju jeni të ndriçuar, aura juaj është ndriçuar, pra ju e dini imazhin e vetes tuaj pse jeni në këtë tokë, dhe ndërkohë i shërbeni, e kuptoni botën, pra kuptoni, dhe ju jeni në komunikim për atë që shpirti juaj ju solli këtu, për të krijuar bukurinë e jetës, për të jetuar me vërtetësi. Mësoni që kjo shakër, sa më shumë ne jemi të sigurt në dy këmbët tona në këtë tokë, aq më shumë është kjo shakër e sigurt, e hapur, jeta jonë është një mrekulli, sepse ju ndiqni atë që është mision dhe drejtimi jetës tuaj, dhe për të gjithë ju, si do që të jeni, vazhdojni rrugën shpirtërore dhe lidhuni shumë me në natyrë, për të arritur që të qëndroni në dy këmbët tuaja dhe për të ndjekur misionin dhe drejtimin e jetës. Ndërkohë është kryengjëlli Ariel. Sigurisht Ariel është me të vërtetë e njohur si mrekullia e magjisë hyjnore dhe e manifestimit të qëllimit të jetës tonë. Kjo mrekulli është që na sjell na tregon që ka me të vërtetë mundësi që ne të arrijm në harmonizim me mendjen tonë të mençur dhe me shpirtin tonë për atë që ne kemi vlerë, mision, drejtim të jetës, dhe gjitha është kjo arrijet ku ne lidhemi me natyrën tonë si dikur fëmijë, dhe kjo onere
e ka këtë mrekulli, prandaj hitni parën për të vazhduar për të hyrë në brendësinë, nëse nuk e keni arritur akoma, ose jeni situash në një lloj jo të guximshëm, mund keni bërë një punë dhe nuk guxoni, gjithsesi të vazhdoni, se do të thotë që ka akoma që të shkëputeni nga çdo lloj frike. Kjo është pra kryengjëllja Ariel, po e them Ariel, ajo na ndihmon ne që është energji femërore, na ndihmon që të hapim zemrën, na ndihmon që të lidhemi, se si të lirohemi, të shlirojmë fëmirin ton nga mbytjet, nga emocionet dhe të nxjerrim dhe mrekullin se këtu është dhuntia, talenti jon dhe njihet dhe sigurisht dhe luani shaj Zotit ose luani Zotit se mund të jetë dhe mashkull, por gjithsesi është sepse që të gjithë kemi në trupin tonë energjia mashkullore, mendja, pra është ajo që ne veprojmë, bëjmë, por për atë që ne ndjejmë, që është energjia femërore, magnetike, krijuese, me dashurinë ynore, për misionin dhe drejtimin e jetës, që ne atë që ne ndjejmë, ne e komunikojmë nëpërmjet fjalëve, mendimeve, sjelljeve që ne paraqitemi me imazhin tonë në këtë botë. Ndërkohë është që për këtë ju të ndisni një qiri, të rrisni emrin e kryengjës Ariel, edhe në këtë rast e dashur kryengjëll Ariel. Ju lutem, më ndihmoni që këtë muaj, ndërkohë që jam në fillimin më të rëndësishëm të ciklit tim të ri, të jetës time, me udhëzimet dhe me ndihmën tuaj të arrij të realizoj ëndrat e mia në të gjitha fushat e jetës. Faleminderit. Mbajni shënim dhe thuajni, sigurisht unë nuk ju detyroj, por nëse ju jeni këtu, nuk jeni pa qëllim. Ju lutem. Është ndjehet energjia juaj, ndjehet që ju doni, atëre përdoreni këtë ditën, edhe pse nuk e shihni në dil në balkon, në prashë si të blesh, apo në mëngjes, pra gjithë muajin këtë lloj, mbaje shënim dhe thuaje, komunikoje, sa më shumë të komunikoni me veten tuaj me zë, aq më shumë hapni edhe komunikimin tuaj, dëgjohet energjia juaj. Ndjehet energjia juaj, se kjo është bukuria. Tjetër është perëndesha Athene ose Athine, dhe kjo mrekulli, më falni, unë se tregova Ariel, unë do ta tregoj se s'bën se është një mrekulli. Kjo është, më falni, kjo është kryengjëll Ariel, prandaj quhet dhe luani i Zotit si figurë, shiheni dhe pëllumbi i bardhë, i lirë, në fuqi, sepse e kemi këtë që të ndihmon, është mençuria e magjisë me të vërtetë ynore e manifestimit për atë që shpirti dhe drejtimi. Ndërkohë unë do t'jap dhe këtë pamjen tjetër, se nxora këtu e krahasoj dhe veten time, sigurisht me të dyja fotot, por kjo ka të bëjë me atë sepse kjo është që kujdeset për kafshët, kujdeset për mjedisit, për njerëzit, për gjithçka dhe çdo gjë. Ndërkohë, të më falni se harrova ta tregoj, por është dhe perëndesha Athene. Kush është perëndesha Athene? Është, shiheni, e kam treguar dhe më përpara, kjo është që është djepi i mençurisë, është që ndikon shumë në qytetarinë perëndimore në kohën e, si ju e shihni, është në mitologjinë greke. Ndërkohë ka të bëjë me atë që na ndihmon për një mendje të mençur dhe një ndjenjë në paqe dhe të lidhur në harmoni, dhe në këtë rast lidhje me vërtetësinë tonë, në lidhje me qetësinë tonë, në lidhje me mençurinë tonë, sigurisht në kohën e mitologjisë ndihmonte në lidhje me luftrat që mos të zgjidheshin problemet me mençuri, me paqe, me qetësi dhe jo me, pra këtë ka patur si funksion dhe sigurisht vazhdon akoma në fund të fundit, dhe në këtë kohë, a është
e nevojshme si janë luftrat që po bëhen, dhe sidomos në këtë kohë, por këto vinë sepse kemi një energji të njëanshme mashkullore të lënduar mbas botës materjes dhe turu, krenaria, impulset e lëndimit që sjellin këto. Gjithsesi asgjë nuk ndodh pa qëllim, nuk do të hyj më këtë, por do të tregoj që kjo është një Athene i shqipni bufin, bufi është që është i mençur, është që ka intuitën, është sigurisht shikon natën dhe në këtë rast kjo të ndihmon që të shikoni në brendësi edhe të fshetat e të tjerëve, sepse shumë gjëra, jo vetëm që i kemi në barkun tonë, shumë gjëra ne nuk i kemi vetëm nga vetja jonë që kemi krijuar, por i kemi marrë dhe nga të tjerat. Pra sepse kështu ka qenë shpirti i përjetshëm dhe në këtë rast ylli i tokës mban informacionin me histori dhe deri tani. Ndërkohë të kuptoni që kjo nuk ka prik, pra nuk ka prik dhe në këtë rast na ndihmon, pra Perëndesha Athene. Dhe sigurisht ju do përsëri gjatë gjithë muajit të rrisni në lidhje me mantrën e dashur Kryengjëll, e dashur Perëndesha Athene. Ju lutem më ndihmoni gjatë këtij muaj të punoj me guximin tim, të punoj me vendosmërinë time për të arritur të realizoj ëndrat e mia, me ndihmën tuaj, me udhëzimet tuaj të arri në potencialin tim në këtë fushë. Faleminderit, pra ndisni një qëri, të rrisni emrin, përdoreni, mbajni shënim, sigurisht unë nuk ju detyroj, por a doni të arrini në bukurinë e vërtetës jetës, për vete. Edhe në qofë se jeni në marrëdhënie, të arrini në vetën tuaj, ju do të kuptoni që edhe në qofë se doni marrëdhënie personin, a kush do që të jetë në çdo aspekt e jetës, në çdo lloj marrëdhënie, sepse i kemi këto lidhje, do të krijoni një mrekulli, do të krijoni jetën e mrekullueshme, sepse ju do të lidheni me zemrën tuaj, hapni zemrën dhe kjo do të vazhdoj dhe sigurisht kur ju arrini në vetën tuaj, gjërat ju vinë me lehtësi, keni energji, gjërat vinë me lehtësi. Ligji universal është sigurisht që të gjithë ne jemi të lidhur në këtë univers dhe do t'i njohim dhe ligjet dhe 12 ligjet që do të kalojmë çdo shenjë. Në këtë rast është ligji i fuqisë unike hyjnore. Ne jemi të mishëruar në këtë tokë ëngjëj dhe gjithçka dhe çdo gjë që ekziston, që ka krijuar krijesa me perfekcionizëm, është e ndërlidhur, jemi që ndihmojmë njëri tjetrin. Pema, pra mora shembull, pema është që na jep ajër të pastër, uji na shërben, dielli, çfarëdo lloj që shihni, toka mam ku jetojmë, se këtu është jeta, ajri që fitim, që është fryma që ne marrim. Kjo frymë që ndihmon zemrën të pompoj dhe na ndihmon zemra punon 24 orë, mendo çfarë fuqie që ka dhe që ndihmon gjatë gjithë ditës dhe natës të na regjeneroj organet tona e tjera. Pra çdo gjë ka lidhje dhe kjo është e krijuar. Kështu jemi që të gjithë, ne nuk kemi ndryshim si fizik, si që njerëzore. Që të gjithë ne jemi si, kemi sy, kemi duar, kemi zemrën, kemi organet, kemi këmbët e tjera, që të gjithë. Ajo që jemi të veçantë është që jemi unik dhe kjo është ligji i fuqisë unike hyjnore. Kjo do të thotë që ne që të gjithë dhe gjithçka jemi një, që të gjithë dhe gjithçka kudo që të jemi, kudo ku të shkojmë. Edhe ne si që një njerëzore, çdo gjë që Diana thot, më fjalë, mendime, sjellje, zakone e tjera, janë jo vetëm që ndikojnë tek unë, por ndikojnë përreth nesh dhe akoma dhe më gjerë në botë dhe në univers. Prandaj, është fjala, ku ne jemi të lunduar, sidomos parazimit, ne nuk kemi ndryshim me të tjerët, ne jemi njësoj të tjerët. Ku është ndryshimi me zimin tonë, ne i kuptojmë tani, sepse ne kemi bërë një punë të mrekullueshme, ne jemi lidhur me fuqinë tonë unike hyjnore, ose jeni në vazhdim, që të gjithë jeni unik, po të kuptoni që ne jemi unik dhe në këtë rast ne i kuptojmë që kanë qenë lëndimet, pra impulset egos në pa e ditur, afati i ullët i nivelit kohor, por tani në këtë kohë jemi të ftuar që të gjithë të ndishni jekonën se ka dhe një mënyrë tjetër të jetës dhe ju që jeni këtu sigurisht
jeni duke ndjekur këtë. Ndërkohë është dhe rrezi qiellore. Rrezi qiellore është me ngjyrë blu. Administrohet nga El Moria. El Moria ka vetë emri, pra me pararësi tanë vendosmëri, mençuri, vullnet, aftësi, fuqi dhe mbron energjinë blu. Kush është energjia blu? Është qielli jon, është krijesa jon. Ne jemi të lidhur me qiellin, ne jemi të lidhur me tokën, por tani shpirti ku na zgjon, na ngre nga poshtë lart, dhe kjo është nga dimensioni i tretë ne do të ngjitemi në dimensionin e pestë, por ndërkohë për një pjesë që ju vazhdoni dhe jeni mjeshtër në kuptimin e ndjeni që doni të shërbeni plot fuqi synore. Dhe në këtë rast është që mbikëqyret, pra kushdo ju unë që me të vërtet e ndjem ose gjithë frekuencat e larta që kanë zbritur në tokë, sepse i shërbejnë Zotit, e ndjej në zemër, është ajo që je me mision dhe me drejtim, por dhe pararësi tanë është që ne i shërbejmë Zotit. Pra ne jemi krijues të krijesës dhe ne i shërbejmë krijesës kësaj tokë e mamë, gjithçka që ekziston, mjedis tokë, njerëz e të gjithë, me vërtetësinë e mençurisë, mësimeve, ashtu si krijesa na ka krijuar. Pra ne në këtë kohë, që të gjithë ju që vazhdoni ndiqni pra dritën dhe këtë ndriçim që keni arritur e ndriçoni në tokën mamë, pra jeni lidhur me yllin e tokës, apo dhe më tellë, sepse kur jeni në stomakun tuaj, ju jeni të lidhur dhe me tokën, ju jeni të lidhur edhe me qiellin, që do të thotë ju komunikoni, ju jeni udhëheqës shpirtëror, ju e ndjeni këtë thirrje sepse keni lidhje me gjithçka dhe me çdo gjë që ekziston. Dhe në këtë rast është që jeni në mbikëqyrje të plot fuqive hyjnore të Zotit të Madh, të universit të bollshëm, dhe ndoshta i ndjeni me fuqitë e larta jashtëtoksore që me të vërtetë ekzistojnë dhe janë afër tokës, që ju ndihmojnë ju që të lidheni dhe si ju merrni sinkronizime, qoftë në natyrë, qoftë në qiell, nëpërmjet dritës, nëpërmjet ngjyrave, nëpërmjet si ju jeni të lidhur me veten tuaj. Gjithsesi ju i shërbeni Zotit të Madh, ju i shërbeni universit të bollshëm me optimizëm që ka dhe një mënyrë tjetër të jetës, për të lidhur në harmoninë e ekuilibër me mendjen dhe me shpirtin ton, dhe kjo është lidhja që ne jemi në dy këmbët tona dhe të lidhur me kokën lartë, me mençurinë që kemi nga qielli dhe me zhvillimin ton, lullëzimin ton në tokën ton pjellore. Pra që të gjithë kjo shenjë blu, pra elmoria, vendosmëria, vullneti hyjnor, sikurse edhe mbrojtja jonë, që e mbron këtë, dhe për këtë jemi, pra që jemi në shërbim të Zotit të Madh, atëre çfarë ndodh, ju i ndihmojeni, ju bën që duke vazhduar pasapi me guxim, me ndjeshmërinë e brendshme, me entuziazëm, me pasion, pasapi ju vazhdoni të ndiqni këtë mrekulli duke krijuar atë që jeni me mision dhe me drejtim të jetës. Ndërkohë të kuptoni që kjo shenjë, pra që të gjithë që jemi, që i ndihmojmë Zotin, ne nuk kemi frikë, ne jemi të shkëputur nga frika, ne kemi vetbesim, dhe të shkëputur nga frika do të thotë Diana ka vdekur, nuk është më si dikur, por çdo gjë, edhe në brendësi, pra Diana është e re, nuk ka frikë nga asnjë gjë, edhe pse jetoj në këtë tokë. Prandaj që të gjithë ne jo vetëm që jemi të mbrojtur, jo vetëm ne, po edhe familjet tona dhe përreth nesh, ne jemi të mbrojtur që të gjithë, po ne nuk na preket liria, ne duhet jemi të vëmendshëm çfarë po ndodh me ne dhe të hapur për të filluar rrugë të re, duke filluar nga tani çfarë kërkojmë në vazhdim, dhe këtë jep vetëm shpirti jon. Pra duke u lidhur me shpirtin, ndryshe, prandaj jeni këtu, që është edhe zimi shpirtëror, zbulimi i vetes tonë. Jo vetëm për atë çfarë ne kemi njohim në botë, por dhe në lidhje me veten tonë. Kjo është që janë mjeshtat e dritës me pararësit tanë,
apo dhe në këtë kohë të mrekullueshme ku frekuencat e larta kanë hyrë dhe po prekin kudo në çdo cep ku ju jeni, sepse ne kemi lidhje. Mësoni që kjo ka të bëjë shumë me komunikimin tuaj, pra sa jeni, si komunikoni në këtë jetë, a jeni optimist, a jeni duke vepruar me dashurinë hyjnore, pra me zemër, çdo gjë, a jeni duke ndihmuar këdo dhe kudo, qoft kafsh, shpend, çfarëdo lloj që shihni, sigurisht dhe njerëzit, për një tokë të mrekullueshme se dhe toka mëmësh në evaluim, në zhvillim dhe ne si që njerëzore, sepse jemi të lidhur, jemi në harmoni dhe ndërkohë jeni dhe udhëheqës shpirtëror, pra e ndjeni. Kjo është bukuria që ju jeni të lidhur me vullnetin hyjnor, ju jeni të lidhur me aftësitë tuaja shpirtërore dhe me qëllimin e jetës. Por që të gjithë jeni, nëse ju vazhdoni që jeni lidhur dhe vazhdoni, doni të ndiqni vullnetin tuaj dhe të vazhdoni të jepeni vullnetit të programuar, të planit hyjnor, të krijesës, dhe jeni të sigurt që ju do të arrini, pra duke vazhduar ju ndihmojeni dhe ju do të arrini në këtë, por nuk ju preket liria, pra ndaj jeni të lidhur sido që të jeni, ju që me të vërtet e ndjeni dhe ju djeg në zemër, se vjen, e keni të programuar në shpirt, jeni që të gjithë unik dhe që të gjithë ju e dini. Tani në lidhje me energjinë, pak shenja. Merrni masa, në ç'kuptim, ju nuk do të ëndërroni më. Kjo është një gjë që kërkohet. Ju nuk mund të ëndërroni më. Pra me ëndra, me fantazi, okej që i keni bërë, por tani të veproni. Tjetër është të ndiqni atë që ndjek në shpirtin tuaj. Pra ju fton kjo, të hidhni farën, çfarë ëndërroni në jetë, kush është misioni i shpirtit, pse ju solli shpirti këtu, dhe duke hyrë në thellësi se shpirti juaj ju do më shumë, është që ju do të arrini të zbuloni duke hedhur faren gjatë këtyre 12 muajve që të arrini me të vërtet atë pse shpirti ju solli këtu. Mësoni tjetër, nëse ju jeni në një lidhje, pra jeni në një lidhje, është çfarë jeni duke bërë për veten tuaj dhe çfarë jeni duke bërë për personin nëse jeni në një lidhje. Dhe lidhja është edhe me veten tuaj, pra dy energjit, ose zemra, lidhja me zemrën tonë, të dy anët, dhe anën e majtë, dhe anën e djathtë, gjithsesi, por edhe me romantikun, mund t'jeni në marrëdhënie tuaj me këdo, sepse është lidhja e shpirtit. Ndërkohë është në lidhje me punën, ndoshta e ndjeni që është energjia e dashit, është impulsive dhe në këtë rast ndoshta kërkoni që të arrini të bëheni më të guximshëm për të filluar diçka dhe ndoshta ju mungon guximi, gjithsesi dashi është që ju ndihmon, pra ju jep këtë energji që të filloni hap pas hapi për atë që ju dëshironi, për atë që vjen nga brendësia e zemrës tuaj, dhe shpirtit tuaj duke dëgjuar zemrën, dhe kjo ju bën që hap pas hapi me disiplinë të arrini në qëndrueshmëri, të arrini në vendosmërinë në veten tuaj për atë qoftë misioni, qoftë drejtimi jetës. Tjetër, të bëheni, të jeni të guximshëm, dhe kjo ka të bëjë me atë, me të vërtet vendosni, frika është iluzion, edhe në këtë rast bëjmë të guximshëm, duke ndjekur shpirtin, ku ju drejton shpirti, ju nuk keni pse keni frikë, shpirti ju do më shumë, ju jeni të vëmendshëm dhe pranojni që gjërat punojnë për ju dhe dashi ju ndihmon që të hyni në thellësinë me veten tuaj dhe kjo është që ju do të shkëputeni nga frika. Pse? Sepse dashi është kur i nevojitet diçka, pra çfarë nevojitet ty, do të filloj, do të ndjeki pa parë se çfarë rezultati do të jetë, se çfarë do të ndodhi. Pra e keni këtë shans, merrni impulsin e dashit, sepse është impulsiv për të vepruar. Po kështu kërkohet argëtimi tuaj, sa jeni duke argëtuar me jetën, me veten tuaj, me imazhin tuaj, sepse është vetja juaj. Pra a jeni duke u argëtuar, a jeni spontan, në ç'kuptim spontan, a jeni duke vepruar si një fëmijë, kudo, në çdo, me veten, me fëmijët, apo me marrëdhëniet, me çdo gjë, a jeni duke, nëse jo, atëre kërkohet që të lidheni me veten tuaj, se ka akoma gjëra që ta lironi këtë fëmijë të mrekullueshme, dhe së fundi dashi ju fton, përqendroni në veten tuaj.
Po mrekulli, që të sido që të jeni, lidhuni me veten tuaj se është koha juaj. Kjo është mantra, është koha ime sepse është. Jepi kohë, qëndroni me veten tuaj dhe të kuptoni që në qoftë se jeni lidhur me shpirtin tuaj, sido që të jeni, pyeteni sepse shpirti ju solli me një qëllim, pra ndiqeni pra misionin e shpirtit, se ju do më shumë se askush, për atë që ju ndjeni dhe që ju drejton shpirti. Ndiqeni shpirtin, asgjë mos bëni, qëndroni neutral, nëse nuk ndjeni mirë. Ndiqeni çdo ditë, jeto si kur nesër do të vdesësh dhe vazhdo hapasapi mëso për atë që shpirti të drejton dhe rezoron. Lidhu, vazhdo. Nuk është e nevojshme të hallakatësh. Kush të bën ty të ndjesh me energji, me optimizëm, ndiqe dhe ti merr kodimet e kësaj mrekullie dhe arrin që shpirtin tënd t'i japësh ushqimin që ka nevojë, vërtetësinë, kush jeni ju në të vërtetë. Kjo është mrekullia, kjo është bekimi, kjo është energjia e ligjit kësaj që të arrini në fuqinë unike ynore, sepse ne jemi ëngjëj dhe të gjithë e kemi këtë zemër që është misioni dhe drejtimi jetës. Pra filloni përdorni veten tuaj. Ju jeni mrekulli, vishu si ti ke qef, nuk keni pse ndiqni të tjerët. Ti, për atë që të pëlqen dhe për atë që ty të kënaq, ndiqe veten tënde. Jepi kujdes vetes edhe nga ana fizike, trupit fizike të tjera, me qëllim që t'jemi në armoni, mendërisht, shpirtërisht, fizikisht, emocionalisht, dhe mbi të gjitha është që dashi ju ndihmon për të arritur hapasapi në ndryshimit duke filluar këtë muaj, sepse dashi nuk shqetësohet, por dashi fillon, pra nuk sa më pak shqetësime, aq më shumë ju arrin të merrni gjërat e lehta. Pra dashi nuk shqetësohet, por fillon për atë që ka nevojë dhe kjo është edhe pse shkon shpejt që të gjithë jeni, vazhdoni dhe hidheni faren me qëllim që të korrni atë që ju dëshironi. Është ajo, çfarë ju mbillni, atë do të korrni dhe këtë e dini që të gjithë. Prandaj kjo është video për sot, me mua mirupafshim dhe video e ardhshme sigurisht që do të jap efektet që jep në anë që do të ndjeni tek të gjithë, sepse në anë është shëruesja jonë. Dielli është dhënësi jetës tonë për të jetuar jetën për atë që ne kemi vlerë dhe është koha juaj, sepse është mantra. Mirupafshim deri në video tjetër. Faleminderit.